E kam provuar dështimin. Jo një herë, por shumë herë kam qëndruar me net pa gjumë, duke pyetur veten pse nuk po funksionon. Çfarë ka që nuk shkon? Kam pasur momente kur doja të dorëzohesha, kur gjithçka më dukej pa kuptim, por diçka brenda meje më thoshte: provo edhe një herë, dhe e bëra, edhe pse isha e lodhur, e zhgënjur, e friksuar, nuk ndalova. Nuk e dija kur do të ndryshonte gjithçka, por besova se diçka do të ndryshonte. Dhe ndodhi. Sot jam këtu dhe kur shikoj prapa, kujtoj një gjë. Nuk ishin dështimet që ma ndalën rrugën, ishte këmbgulja që më hapi dyert. Prandaj, nëse po kalon kohë të vështirë, mos u ndal. Sepse ajo dhimbje që po ndjen tani është forca që po ndërtohet brenda teje.